me ato prioritetet të bashkisë, unë do të thosha që ndryshimin dhe pamjen e qytetit në vit jep edhe një investim në rrugët kryesore, në rrugët e qytetit, ato rrugët gjithë balë të lagjeve. Në këto vite që përmendi drejtori jonë, 2006, 2007, 2008, duke patur prioritet bashkia, janë bërë disa investime në rrugë të ndryshme të lagjeve. Dhe këto japin një pamje tjetër, siç është rruga Skënderbeu, rruga Lukan Toska, rruga Arrilla Bozo, janë rrugë që kanë marrë pamje tjetër. Të shikoj rrugën Skënderbeu përpara një viti ishte para një viti sa ishte. Pra kjo me pak fjalua lehtëson para shumë. Lehtëson dhe i jep një pamje tjetër qytetit, ndërkohë do thosha krahas me këtë, edhe pse nuk është shumë, që pjesa jonë hapësirat e gjelbërda janë shtuar çdo vit, edhe kjo rrit atë pastërti e bukurisë të qytetit. Dhe ne e shohim që jemi e ndjejmë të rregullim të përgjithshëm. Po. Në mos gabojnë në vëmendjen tuaj ka qenë her pas here dhe devastimi i vatrave që artikuloheshin ose quheshin si infektive. Ka patur si vjet një menaxhim të tillë ose ka qenë prioritetin tuaj duke qenë se fillon ajo stina e nxehtë dhe e rrezikshme për banorët? Foli pak drejtorit e ka jo, edhe nuk e di, do ta përsëri. Gjithsesi juve jeni specialist direkt i sektorit të higjienës. Kemi një kolegun tonë, pse s'ashtu. Ky shërbim ka filluar nga viti i kaluar, njëtur pranë ndërmarrjes tonë, së bashku ndiqet dhe për krahun me shërbimin shëndetësor, që ndjek, me një plan e grafik të rregullt të miratuar në drejtori, duke patur hapësira edhe me bashkinë, me specialistin e pranë bashkisë të shërbimeve, dhe bëhen kryesisht vatrat, siç përmendëm përpara, tek dënstrahimet, tregjet e gjallë, kopshtet, çerdhet, pellgjet midis pallateve dhe shërbimi i plot, është kjo periudha që fillon që siç e thotë specialisti jonë, zhvillimi tamam i larvave e atyre efekteve dëmtuese për shëndetin e njerëzve. Ne i kemi paraprirë, domethënë, me gjithë bazë materiale, me pompa spërkatëse, me edhe fuqinë punëtore, dhe jemi në gatishmëri ose më saktë kemi 3-4 ditë që kemi filluar të shërbim. Ky sektor, do të thosha unë, është i ndarë veç si nga sektorët e tjerë dhe është një nga sektorët më të rëndësishëm të ndërmarrjes tonë. Është i ndarë veçantë me fuqi punëtore, me fond page, me bazë materiale dhe ka një program të veçantë në bashkëpunim të bashkëpunojmë dhe me drejtorinë e shëndetit publik. Desha të thosha që bashkëpunimi me drejtorinë me hospital ka qenë, si thush, ka qenë kur hapën grafikun bashkëpunim me shokët e shëndetësisë dhe desha të thosha që qyteti ka përmirësim nga njëri vit tjetër, për sa i përket shkonjave, për sa i përket infeksioneve të ndryshme, për sa i përket brenda nëpër lagje, dhe mendojmë që ky sektor punon mirë. Meqense fati është në bashkëpunim me shëndetin publik, cili është roli i këtyre të fundit? Roli i këtyre të fundit, unë them që ka qenë shumë i mirë, për arsye sepse që nga momenti që hartojmë grafikun, ne bëjmë bashkëpunim me këtë drejtori, që nga momenti i hartimit të grafikeve, edhe njëkohësisht bashkëpunimi ka qenë i efektshëm për arsye sepse përveç punës tonë mekanike, ka qenë edhe preparatet të përcaktuara dhe nga ata për mënyrën se si do të veprohesh dhe në kohën që do të veprojmë për dezinfektimin e këtyre. Dhe mendoj që edhe në të ardhmen ky bashkëpunim do të jetë i efektshëm dhe si qëllim ka që ne të eliminojmë ndotjen e qytetit nga këto insekte edhe nga këto vatra infeksioni. Meqense do të kjo temë normalisht është e nxehtë për faktin se prek drejt për drejt qytetarët dhe për më tepër fëmijët. Si e bëni juve inspektimin, nëse do flasim me jo vetëm me zona, por edhe me lagje, do të thënë thjesht janë punonjësit tuaj ata që bëjnë inspektim të përditshëm? Jo, ne inspektimi bëhet në bashkëpunim me këtë drejtorinë e shëndetit publik që thash shumë. Dhe njëkohësisht ky sektor komunikon njëkohësisht edhe me banorët.
Pra, janë të shpallur janë të shpallur për arsye sepse së pari kemi tunelet, ato bëjnë burim infeksioni. Dhe ne kemi të evidentuar të gjithë vendstërhimet. Dhe njëkohësisht çdo vendstërhim ka një qytetar që, si të themu, të jesh në administrim të atij në pikpamjen e ruajtjes të ambienteve. Kështu që bashkëpunimi jon fillon radh parë që nga me qytetarët, ku ka infeksione. Bashkëpunimi qëndron me drejtorinë e shëndetit publik, me ata kanë një apo dy persona të caktuar me këtë punë, dhe njëkohësisht edhe njohja nga ana jone këtyre vendeve që janë, si thua, burim infeksioni. Duke filluar që nga këto vend grumullimit që themi ne që janë palishme, dhe deri ke fusha mbetjeve urbane. Për periudhën e verës shtohen dozat, shtohen preparatet, shtohet sasia për të vepruar, kur i thonë. Shërbimi me grafik dhe shërbimet e veçanta që lidhin në momentin. Ka dhe shërbime veçanta. Thatë pak më parë që për sa i përket fushës së mbetjeve urbane, tashmë quhet një problem i zgjidhur, duke qenë se bëhet dhe mbulimi me dhe apo jo. Jo, unë do të thosha që të jemi realistë, në çdo stil vere ka patur dhe probleme nga ky mbulim. Unë do të thosha që fusha urbane njëherë ka një 40 vjet që shfrytëzohet në atë vend, është 6.2 hektar. Edhe ajo ka një kapacitet që mund të themi që është i plotësuar. Në ana jonë tani punohet që të bëhet ngjeshja e sasisë, të bëhet dhe mbulimi me dhe, sepse nga ngjeshja dhe mbulimi me dhe, njëkohësisht ajo si fush bie, si kapacitet, si madhësi, por nga studimi që kemi bërë neve për kapacitetin e saj ekzistuese dhe atë që ekziston mundësia, ne mund të shkojmë edhe 2 vjet me atë lloj fushe. Dhe pastaj del problemi fushës së re, të cilën bashkia ka në qendër vëmendjes, ka gati 2 vjet që si thua ka përqendruar vëmendje për një fushë të re. Fusha e re do të jetë e tipit landfill, nuk do të jetë një fushë mekanike si kjo e sotshme që hidhen mbeturinat që grumbullon sistemon dhe që pretendojmë se i mbulojmë me dhe, por ajo do të jetë një fushë, nuk po them se do të jetë një fushë moderne, por do të jetë një fushë e kohës. Edhe është si thosh në qendër vëmendjes dhe prioriteti i bashkisë. Fusha e re. Ka një afat. Por sot për sot pyetja ime konsistoi në fakt në atë përgjigjen që të gjithë e dimë, ka shumë banorë që jetojnë rreth fushës së mbetjeve urbane, që normalisht rrezikojnë më tepër se sa të tjerët që janë. Është vërtet ajo që fusha ekzistuese e mbetjeve urbane është gati 4 kilometra nga qendra e qytetit Fierit. Është rrethuar si thosh në lidhje me pjesën e Kurudhës dhe me disa banorë të cilë ka vajtur kohë të fundit si rezultati i këtyre ardhjeve që kanë ardhur nga jashtë, ndërsa pjesa tjetër, pjesa perëndimore e saj është me vijën e Gjanicës dhe me vijën e Ngjarjes, si themi neve. Ajo është problematike sot për sot dhe ne kemi gjetur një rrugë zgjidhje për të minimizuar ndotjen nga fusha e mbetjeve urbane vetëm mbulim me dhe. Dhe perspektiva do të jetë për një fushë të re. Perspektiva do të jetë për një fushë të re. Mirë, atëherë, do doja të më zbardhin në një farë mënyrë cili ka qenë fondi akorduar për vitin 2008 për drejtorinë tuaj, si është menaxhuar ai dhe për 2009 ka patur një ndryshim? Po. Siç e thash, sektori jonë është organizuar me 3 sektor kryesor, sektori higjienës, sektori transportit dhe sektori i asaj. Çdo sektor ka fondin e vet, të ndarë me fuqi punëtore, me fond page dhe me bazë materiale. Së pari që ka qenë e rëndësishme për ne dhe prioritet ka qenë veshmbathja e punonjësve. Pajisja punëtore me veshmbathje, duke filluar nga çizmja, nga xhupi, nga rrobat e punës, nga trajtimi i tyre, që ka të bëjë kryesisht me qumësht, po ne nuk jam qumësht gjatë me sheqer, sapun, mjetet e punës. Pra, në përgjithësi, këto fonde janë të përcaktuar në bazë në fuqisë punëtore. Por fondet, desha thosha unë, nga njëri vit në vitin tjetër që ka qenë në funksion të ndërmarrjes pastrimit kanë ardhur gjithnjë duke ndryshuar, duke rritur, sepse edhe vet aktiviteti jonë i ndërmarrjes ka një shtrirje më të madhe. Qofse në vitin 2005 po flas, Fieri trajton dhe gati 300 apo 400 hektar tokë që merres në administrim, du fishuar. Nuk flasim për 300-400 tokë. Fieri po flasim për 800-900 hektar që administrohet nga neve. Rrjedhimisht nga njëri vit në vitin tjetër fondet kanë ardhur duke rritur në masë 10%. Duke filluar këtu qoftë fondi pagës punojësve, ose baza materiale dhe shpenzimet që bëhen. Këto nga njëri vit. Përveç këtyre kemi edhe investime, siç e thash, investimi ka qenë gjithnjë
domethënë shumë i rëndësishëm dhe qenë vëmendjes nga bashkia që kemi investuar në kontiner, kemi investuar në mjetet e transportit dhe njëkohësisht bëjmë edhe rekonstruksion të disa rrugëve që kemi në fushën e mbetjeve urbane. Gati për çdo vit në fushën e mbetjeve urbane investojmë gati 8 milion lekë që kanë bërë kryesisht me rekonstruksion e atyre rrugëve. Të vjetra po flas, që bëjmë me rekonstruksion e rrugës sepse është një rrugë e vogël, ajo. Dhe njëkohësisht edhe për mbulimin e fushës. Kjo ka qenë si tush rritja e fondit. Ndërsa këtu me qëse kanë bëjmë me ke fondet dhe që thosha që niveli kostave ose me mirë të efektiviteti i shpenzimeve që kemi bërë në si ndërmarrje nga njëri vit në vitin tjetër ka ardhur gjithnjë duke përmirësuar dhe vjen gjithnjë në rritje efektiviteti shpenzimeve sepse duke shtuar si thuaç sipërfaqet që administrojmë, po thuaj sepse nëse sipërfaqja që administrojmë është rritur me 15-20%, fondi ose shpenzimet janë rritur me 10%, mas deri 10%. Pra këtu kemi një rritje të efektivitetit shpenzimeve nga ana jonë. Dhe për sa përket këtyre normave. Nëse do flisnim për një shifër në total pra vjetore për drejtorinë e ndërmarrjes së pastrimit, a një shifër konkrete reale? Po fondi për shembull i pagave dhe ndërmarrjen tonë është gati 350 milion lekë të reja. 350 milion lekë vjetra. 35 milion lekë. Dhe për sa i përket fondi shpenzimeve në bazë materiale është 25 milion lekë. Këtu kemi duke filluar nga trajtimi që i bëjmë punojësve me bazë materiale, fusim karburantin, fusim riparimin e mjeteve dhe të gjitha shpenzimet tjera që janë funksion të investimit. Të gjitha ato janë si tush me dokumentacione dhe të kontrolluara. Dhe që thoshe që nga kontrollet që kemi patur nga jo vetëm nga bashkia dhe nga institucionet tjera, nga kontrolli lartë i shtetit dhe nga këto kontrollet tjera, kemi patur rezultate pozitive në drejtim. Megjithatë, ne si punojës të administratës, gjithnjë, i them nuk kërkojmë të, si thosh, të jemi të kënaqur me punën tonë, por gjithnjë i përmbajmë asaj që ballafaqojmë me atë drejtë që bën qytetari. Kur qytetari bën vërtetën e themi që si e mirë. Kur ai thotë keni punuar mirë, e që vetëm mirë. Zoti Sota, duke qenë se jemi edhe në minutat e fundit të emisionit ton, a kishit diçka ndryshe për të thënë nga drejtori juaj? Ndryshe është plotësim më tepër në këtë periudhë se mbaron marsi hyjnë prilli, temperaturat rriten, ne i kushtojmë një rëndësi të veçantë dezinfektimit me plugër qelë dhe klor vendit të koshave, të kontenerëve, në të tërë sipërfaqen. Dhe këtu ngulmojmë gjithmonë duke pas parasysh fshirjen e saj edhe dezinfektimin. Të tjerat janë punë normale të ditës që nuk vlen që diskutojmë, sepse do bëhen se s'bën. Atëherë, zoti Çepele? Më duke se u thanë, unë do thosha kështu që ky emision e tërë kjo punë, një orë që folëm këtu, të bashkoheshin me ne qytetarët, me zërin tonë, me thirrjen tuaj, me këtë emision ka i të mirë, kështu që na shërben të gjithë dhe ne jemi dhe drejtues të kësaj pune, por jemi dhe qytetarë. Dhe kjo të na shërbej të gjithë. Mirë, atëherë unë shpresoj që misioni juaj të vazhdoj, në rast se po flasim me tone optimale të vazhdoj të jetë i tillë, por kërkoj që kjo mision pikërisht të mbledh atë